Ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Katiel të njësisë administrative Rajc në bashkinë e Përrenjasit, ku për 2 ditë me radhë një grua e komunitetit egjiptian nuk është varrosur te varrezat e fshatit sepse plejësia dhe një pjesë e banorëve e konsideronin familjen e të ndjerës jo autoktone. E ndjera Sofie Doda, 63 vjeç, nën e 4 fëmijëve, ndoroi jetë nga një sëmundje e rëndë. Pavarësisht se familja Doda jetonte prej 10 vitesh në fshatin Katiel, plejësia e fshatit dhe disa banorë të tjerë refuzuan hapur që ajo të varrosej në varrezat lokale. Madje familjarëve nuk ju lejua ta varrosnin të ndjerën as në pjesën e varrezave të njohura si të komunitetit egjiptian, që ndodhet në një zonë brenda fshatit. Përballë një situate të pashembullt, familja e të ndjerës, e cila jeton në kushte të vështira ekonomike, kërkoi ndihmë nga të njohur dhe sipërmarrës në qytetin e Përrenjasit. Një sipërmarrës i njohur nga fshati Skrosk arriti të sigurojë një vend për varrin e 63 vjeçares në varrezat publike të qytetit të Përrenjasit dhe ceremonia mortore u zhvillua larg fshatit ku kishte jetuar Sofie Doda. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.